Nuk është më befasi që edhe Konispoli i Largët të ketë në shkollën e vet një laborator smart si pjesë integrale e mësimdhënies për nxënës të arsimit fillor. Deri 2 vite më parë, kjo as mund të mendoj të ndodhte në Konispol, por këto 2 vitet e fundit edhe nxënësit e ciklit fillor janë bërë misor me teknologjinë dhe mezi e presin orën e mësimit në këtë laborator që i fut në botën digjitale dhe platformën interaktive. Mësuesi Asalo Sadushi thotë se ky laborator ndihmon shumë për mësimdhënien efektive, jo vetëm në lëndën e teknologjisë së informacionit. Klasën e parë në laboratorin Smart Lab të Tikut, i ofruar nga Ministria e Arsimit për një mbarvajtje dhe përmjeturi shumë të suksesshme të mësimdhënies jo vetëm në lëndën e Tikut që kemi filluar në klasën e parë me kodimin e fëmijët e vegjël, por në të gjitha lëndet e tjera duke i përdorur ato në projekte të ndryshme kurrikulare. Falenderoj Ministrinë e Arsimit dhe Sportit për këtë investim madhështor që ka bërë në shkollën. Në Smart Laborator të kësaj shkolle me nxënës të klasës së 2 të ciklit fillor është zhvilluar kohët e fundit edhe testimi mbi njohuritë e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit për temat e mësuara në klasën e parë. Ky laborator i teknologjisë digjitale ashtu si dhe ata të biokimisë dhe gjuhëve të huaja në shkollën e Konispolit e kanë bërë procesin e të mësuarit më të kënaqshëm e bëm bashkëkohor. Në këto ditë sot, në ditët e zhvillimit të elektronikës, janë funksionale edhe në gjuhët e huaja, dhe në Smart Lab, dhe në biologji kimisë, e kanë bërë mësimin më të kënaqshëm, orën e mësimit më bashkëkohore dhe nxënësit marrin vetë pjesë në orën e mësimit bashkëpunim me mësuesin. Pra e quajnë si një orë loje për të mësuar sa më mirë. Investimi për Smart Laborator nga mësues dhe prindër në Konispol vlerësohet një hap që zhvillon aftësinë digjitale qysh në mosha të vogla.